tek Romakët. Unë nuk doja në fakt që të kalonim shumë shpejt pasazhin ku jemi. Do bëjmë vetëm vargun e parë sot. Unë e di që radhën e parë bëm një përmbledhje të 9 vargjeve te kapitulli 8, por është një pasazh që më ka bërë të mendoj goxha gjatë kësaj kohe, edhe thot kështu në fakt tek Romakët, kapitulli 8, vargu i parë. Fjala e Zotit thot: si rjedhim për shkak të kësaj që na thamë më përpara, tani thot nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Edhe ne zakonisht kur lexojmë fjalën e Zotit, Biblën, fillojmë të tentojmë të vazhdojmë, edhe është si puna e një toke që ti punon, por ka nevojë të ndalesh dhe të shohësh se çfarë punove. Edhe ki parasysh çfarë po thot këtu, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Edhe le ta shohim pak një përmbledhje të asaj që kemi bërë deri tani, shumë shpejt, dhe do të zhytemi pak te këto fjalët, sidomos asnjë dënim. Çdo të thot asnjë dënim. Dënim ndaj çfarë? Dhe kjo puna e në Krishtin Jezus. Mbani mend që fjala e Perëndis na thotë që çdo njeri vjen në botë dhe vjen lind në këtë botë, rritet, vazhdon jetën e vet, mësohet në kultura të ndryshme, në forma të ndryshme, derisa vdes. Dakor, ne largohemi, vim dhe ikim në këtë botë. Fjala e Perëndis na tregon që Zoti na solli ligjin e Tij, e cila është shkruar në 2 mënyra në zemrën e çdo njeriu, por në të njëjtën kohë edhe në fjalën e shkruar të Perëndis. Dhe fjala e Perëndis na tregon që ligji i Zotit është shumë i shenjtë. Fjala e Perëndis na tregon që përpara Perëndis si të gënjesh, si të vrasësh, kanë të njëjtën peshë. Dhe fjala e Perëndis thotë që çdo njeri lind si skllav i mëkatit dhe po kështu vdes. Patjetër që ka njerëz që mund të bëjnë disa gjëra më të mira se disa të tjerë, por nuk mund të arrijnë dot standardin e Perëndis. Dhe mos harroni, është vetëm Krishti ai që të vesh me drejtësinë e Tij. Dhe për shkak të kësaj fillon një proces që thotë drejtësimi dhe shenjtërimi. Ti bëhesh i drejtë kur beson në Krishtin, jo për shkak të drejtësisë tënde, por për shkak të drejtësisë së Krishtit, ndodh shkëmbimi i madh. Dhe fjala e Perëndisë thotë që ti je skllav i drejtësisë. Dhe mos haro, përfundimi i rrugëtimit toksor do të ndodhë një ditë dhe për besimtarin vdekja të merr dhe të çon në krahët e Krishtit. Dhe lavdrimi i përjetshëm në praninë e Perëndis. Mbani mend si thot fjala e Zotit për ata që janë besimtar, mirë se vjen, si do thot Jezusi, shërbëtor i mirë dhe besnik. Janë 2 mbiemra shumë interesant. Por le të shohim pak tani këto 2 kategori njerëzish. Fjala e Perëndis që nga fillimi deri në fund nuk i ndan njerëzit në të pasur, në të varfër, në shqiptar, në grek apo në italian apo ku e di unë. Fjala e Perëndis thotë që ka vetëm 2 lloj njerëzish në botë. Njerëz që janë besimtar dhe jo besimtar. Në fakt po të bësh një pyetësor diku jashtë, të gjithë njerëzit do të thonë, po unë besoj. Shumë rrallë mund të gjesh njerëz që thonë janë jo besimtar apo ateist. Shumica e njerëzve e kategorizojnë veten e tyre si besimtar, po a janë vërtet të tillë? Në fakt Bibla përdor terma të ndryshëm për ata që janë besimtar dhe jo besimtar, por përsëri kanë të njëjtin kategori. Për shembull, për besimtar mund thotë shpesh i krishterë, që do thotë jo thjesht me traditë, por për shkak se ti beson në Krishtin, besnik ndaj kujt, ndaj Perëndis, i drejtë ndaj kujt, ndaj ecjes që bën me Perëndin. Kurse për jo besimtarët përdor gjithashtu terma shumë të fortë, biri i zemërimit, i pabes, i padrejtë. Madje do të shohim edhe ca forma shumë të forta që fjala e Perëndis na flet. Por le të fokusohemi te ky pasazh që tham, asnjë dënim, asnjë dënim. Të shohim disa pika, se janë shumë të rëndësishme. Në fakt kisha qejf ta bëj një përmbledhje. Pse jemi në gjykimin e Perëndis dhe pasoja e Tij? Fjala e Perëndis thotë që gjithë njerëzimi është tashmë në gjykimin e Zotit. Ne lindim në kampin armik, ne lindim në mëkatar, ne trashëgojmë mëkatin e Adamit. Jemi dhe jetojmë në pushtetin e të ligut, ne jemi gjithë jetën tonë të nënshtruar në fakt ndaj mjerimeve që vijnë nga rënja, ku jemi dhe pjesëtar aktiv të kësaj pjese, natyrshëm trashëgojmë gjykimin e Perëndis dhe në fund fare, njeriu do të jetë përgjithmonë në ferr.
Kjo është shumë e fortë. Tani le të shohim pak të parën, edhe kam dëshirë që të kem pak vëmendjen tuaj. Pse kjo puna e gjykimit? Kur thot asnjë dënim, ka shumë njerëz që janë vërtet besimtarë të Krishterë dhe neglizhojnë këtë pjesën e asnjë dënim. Dënim nga çfarë? Edhe është koha për të reflektuar pak se nga se na shpëtoi Krishti për ata që janë besimtarë, kurse për ata që ende nuk e njohin Krishtin, është një realitet që na shpalos fjala e Zotit, që do të vi momenti që do të përballesh. Fjala e Zotit na thotë që ne lindim në kampin armik, ne lindim mëkatar, ne trashëgojmë mëkatin. E mbani mend të shpellën e Platos. Platoja është nga filozofët shumë të njohur në kohën e Greqisë dhe Platoja thoshte, për ta bërë një përmbledhje, majtas do shifni atë pjesën më të thellë të shpellës të zmadhuar dhe ideja ishte e tillë. Në shpellë janë disa njerëz që lindin, rriten, nuk dalin dot nga ajo shpellë, janë aty. Dhe këta shohin vetëm këtë lloj pamje. Nga pas tyre, në një ambient tjetër që nuk duket, janë disa ushtarë me heshta. Dhe pak më larg është një zjarr i cili reflekton heshtat e ushtarëve dhe dalin këto figura. Tani këta njerëz rriten, lindin, ecin derisa vdesin, po me këtë botë kuptim. Dhe fillojnë të bëjnë imazhe të ndryshme se çfarë mund të kenë kuptim këto figura dhe kjo jetë që ata kanë. Njëri prej tyre ndodh që del jashtë kësaj shpelle dhe shikon gjithë pamjen e madhe të krijimit, të tokës dhe çdo gjë tjetër. Dhe tani ky kupton që gjithçka që ata njerëzit aty në shpellë dhe ai vet ka përjetuar deri tani është vetëm një gjë shumë e vogël dhe e gabuar. Dhe ky person tani përsëri gjen mënyrën për të futur poshtë dhe shkon mes tyre dhe ju thot: "Hey, nuk është kështu realiteti." Çfarë mendoni se do të reagonin njerëzit kashë këtij personit? Apo ti je çmendur, ti je budalla, ti je kështu, në gjitha forma, sepse ti na sjell ca filozofi të reja. Por në fakt, kur ti e shikon nga jashtë, kush e ka pamjen e vërtet? E ka ai që doli pa pamjen e madhe dhe erdhi. Pjesa tjetër janë formatuar të mendojnë dhe të jetojnë atë lloj forme. Kështu ndodh me ne lindim në këtë shpellën e Platos. Dhe kemi të vështirë që të dalim jashtë për kuptimit ton. Madje imagjinata jonë me shfrenuar nuk mundet dot të kap realitetin më të afërt asaj që është në të vërtetë. Mbani mend Covidin. Nëse kujtohet, gjatë periudhës së Covidit filloi shumë problemi i madh, virusi i famshëm Covidi u bë goxha i tmerrshëm dhe i frikshëm. Unë mbaj mend momentin që për herë të parë kam dëgjuar, isha rrugës në radio se çfarë ndodhej në Kinë edhe në vende të tilla, por dukej shumë larg. Vetëm mbaj mend atë ditë, ka qenë mars, mos gabohem, dita kur në lagjen tonë u identifikua personi i parë me Covid. Edhe filloi një frikë, ajo frika e largët që dukej shumë largët filloi të vinte këtu afër. Dhe lind pyetja, çfarë është mëkati? Mëkati është virusi që secili prej nesh e ka në ADN-n e tij. Ne lindim me këtë virus. Ne trashëgojmë nga prindrit, nga gjyshrit dhe nga paraardhësit tanë gjithë forma të ndryshme të menduarit, tipare të ndryshme, kështu trashëgojmë dhe natyrën tonë mëkatare. Një bebe nuk është i shenjtë. Bibla thotë që një bebe është mëkatar. Jepi pa kohë atij bebes dhe do të shfaq natyrën e vet mëkatare. Por njerëzit mendojnë se të vjedhësh, të vrasësh, këto janë mëkate. Në fakt këto janë simptoma, njësoj si personi që u sëmur me Covid, nuk është vetë virusi simptoma. Simptoma është kur ke temperaturë, edhe të gjithë gjatë asaj kohe fillonin dhe kujdeseshin, kush të shtinte, largoheshin njerëzit me vrap, mbani mend atë periudhë kohore. Ideja është që këto janë simptoma, këto janë shenja që tregojnë që ti ke diçka brenda vetes. Njësoj është edhe me mëkatin. Njerëzit mendojnë se të vjedhësh, të vrasësh, të gënjesh është mëkat. Në fakt këto janë vetëm simptoma, janë shenja që tregojnë që je mëkatar, ka diçka më të thellë brenda vetes. Ne ishim, thot Bibla, dëgjoj mirë, prej natyre bi të zemërimit të kujt, të Perëndis, që kur lindim, Bibla thot që ne lindim mëkatar. Ja, thot Davidit e Psalmi 51:5, unë jam mbruajtur në paudhësi, unë jam ngjizur, do të thot, në paudhësi, dhe nëna ime më ka lindur në mëkat. Wow, Bibla flet kështu? Po, Bibla flet.
që çdo njeri që lind në këtë botë ne lindim mëkatar. Te Romakët 3:23 nëse ju kujtohet thot sepse të gjithë kanë mëkatuar, nuk ka qenë asnjë i pastër, nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Po si ta kuptojmë këtë? E mbani mend lek, keni dëgjuar për kanunin e famshëm të lek Dukagjinit. Tek, nuk e di nëse e keni lexuar, por tek Neni 602 ka një pjesë shumë interesante të kanuni lek Dukagjinit. Thotë kështu, ja ku e keni dhe aty të shkruar. Gjakun e paguan jo burri, jo ai që e bën, po shtëpia e burrit që e ka ba, thotë. Pra gjakun e paguan shtëpia e burrit që e ka bërë një gjë të tillë. Jo personi vetëm, por shtëpia e tij. Çdo fëmijë mashkull që lind në atë shtëpi, automatikisht është në gjak, pavarësisht se ai ka bërë apo s'ka bërë gjë, ai është pjesë e një kampi të caktuar. Ne në fakt lindim në kampin kundërshtar të Perëndis. Ne lindim armiq të Perëndis, për shkak të mëkatit që trashëgojmë që prej Adamit u instalua mëkatin tek njeriu, për shkak se kemi lindur në një racë të rënë, ne jemi të mposhtur nga mëkati. Askush prej nesh nuk i shpëton këtij realiteti. Ne të gjithë jemi ngarkuar me barën e tmerrshme të mëkatit dhe nuk ka shpëtim prej saj. Është një sëmundje ndotëse që gjymton çdo person, degradon çdo individ, shqetëson çdo shpirt, vjedh paqen dhe gëzimin nga zemra dhe i zvendçon ato me të lashe dhe dhimbje. Ajo mbjell në çdo jetë njerëzore një parim vrasës që në fund të fundit sjell një lloj korruptimi që askush nuk mund ta shërojë. Ne të gjithë jemi ngarkuar dhe nuk ka shpëtim prej saj. Por teksa dëgjojmë këtë pjesë, nuk e di nëse keni dëgjuar ndonjëherë rehatia e turmës si term, si kuptim. Çfarë do të thotë? Të qenit pjesë e një grupi me të cilin ti identifikohesh, ti krijon një ndjesi sigurie, rehatie, qetësie, që është e gjitha fals. Për shembull, nëse je në spitale edhe shkoni sëmur aty, ti je shumë në ankth, por kur shikon ca të sëmur të tjerë që kanë edhe më keq se ty, ti fillon sikur qetësohesh pak, zë rehati deri diku për të thënë dale mos të s'qen kam i vetëm. Kur je vetëm në atë ambientin tënd të errët, frika të vë për poshtë, por në momentin që ti futesh dhe shef dhe sëmur të tjerë, madje shumë herë më të sëmur se ty, ti fillon dhe sikur qetësohesh pak është në shpirtin tënd, duke thënë, hey, po që nuk jam dhe aq keq. Nuk që kam dhe aq keq. Në fakt kjo është e tmerrshme. Dhe ky është një neglizhim i tmerrshëm që i krijojmë vetes son, ndërsa çdo ditë më tepër koha e ferrit për ty afron. Ne futemi në këtë ratinë e turmës, mos e të gjithë mëkatar jemi, njësoj si kur të ishim në një spital, mos e pas kanë të gjithë të sëmur që ngërkan, edhe gjema të rehatin, por kjo ndjesi është tepër verbuse në rastin e mëkatit. Ne nënqeshim duke thënë, po të gjithë kështu jemi, mëkatar jemi, por mos haro me atë nënqeshje, ti po vazhdon të shpallësh vetes tënde dënimin, dhe kjo është e tmerrshme. Ne jetojmë në pushtetin e të ligut, në pushtetin e satanit. Pra mos harroni pjesa e parë që ne jemi mëkatar, ne lindim të tillë, por ne jetojmë në një botë të rënë. Tek Efesian, në fakt në librin e Efesianit na tregohet, na thuhet se jemi nën kontrollin e atij që është princi i pushtetit të ajrit, jo ajrit kështu atmosferës, por çdo gjëje që është në këtë botë. Jezusi u tha atyre që kundërshtuan në mosbesim, ju jeni nga ati juaj djalli, ai që ushtron mëkatin është prej të ligut. Dhe sa e rënë është kjo botë, kudo shef probleme, vështirësi, gjithmonë ka dhimbje. Është shumë e tmerrshme në fakt. Ne jemi të dominuar nga një forcë jashtme e ligë dhe së bashku mund të vinë të gjithë ushtritë e ferit me këtë forcë. Dhe kështu si dhe ushtria e ferit dominojnë mendjen, kuptimin, vullnetin. Dhe nuk është çudi që Jezusi tha, patjetër dhe ju do të bëni dëshirat e atit tuaj, djallit. Shumë interesante është kjo botë, është kudo e egër, mashtruese, gati për të vjedhur, gati për të goditur njëri tjetrin, gati për të shkelur besnikërinë, dhe kudo është e vështirë të ruhesh. Pjesa tjetër nëse e mbani mend thoshte që ne jemi të gjithë
jetën tonë të nështruajnë ndaj mjerimeve që vijnë nga rënja, ku jemi dhe vetë pjesëtar aktiv. Çfarë do të thotë kjo? Nuk e dini se keni mbajtur ndonjëherë bukën të lyer me gjalp edhe me pak reçel, dhe sa po del nga shtëpia të bie. Por si bie? Nuk bie nga pjesa e pa lyer, po bie nga pjesa e lyer. Nuk e dini se keni vënë re, fut kablin në çantë, kablin e kompjuterit, e fut në çantë dhe pasi e nxjerr nga çanta, pas pak kohësh, sikur ta ketë bërë njeri të futur dhe të zhubravitur, sa të duhet kohë për ta hequr. Në fakt, ky quhet ligji i Murphyt, shumë i njohur në fakt. Por Bibla na tregon sepse krijimi u nështrua kotësisë, krijimi është në skllavërinë e prishjes, për shkak se mëkati na mposhtë dhe për shkak se Satani na mposhtë, ne jetojmë në një gjendje të rënë, të nështruar ndaj mjerimeve të jetës. Ne jemi të nështruar kotësisë, boshllëkut, hidhërimit, pikëllimit, dhimbjes, prishjes, edhe vazhdojmë të notojmë pa ditur se ku vem, njësoj si kur të kesh rënë nga anija në oqean, dhe ti përpiqesh të notosh me gjithë forcën tënde, dhe nëse vjen dikush dhe thotë po ku po shkon, ti je pa një destinacion. Thjesht shef turmën që noton edhe ti. Jobi, një nga librat shumë të fortë në Fjalën e Perëndisë, kapitulli 5 vargu 7 thotë kështu personi: por njeriu lind për të vuajtur, ashtu si shkëndia për të ngjitur lart. Nëse keni parë zjarrin, shkëndiat ngjiten lart. Dhe ai Jobi thot, por njeriu lind njësoj si shkëndia që ngjitet lart për të vuajtur. Nuk ka paqe. Ne përballemi me realitetin e pashmangshëm të sëmundjes dhe vdekjes. Ne kemi të vështirë të bëjmë që marrëdhëniet të funksionojnë. Jemi në skllavëri kaq shumë të mjerimeve për shkak të pranisë mbizotëruese të mëkatit brenda dhe jashtë nesh. Unë jam i sigurt se cili prej nesh, nëse do të bisedonim, do të tregonte histori të jetës së tij, që është e vështirë. Është një shprehje të jesh në këpucët e mia dhe atëherë do ta kuptosh. Dhe ne mos harroni natyrshëm trashëgojmë gjykimin e Perëndisë. Keni dëgjuar për shpatën e Demokleut? Do t'ja u tregoj pak, është shumë interesante, përsëri nga lashtësia na vjen. Demokleu ishte një obortar, një person që shërbente tek Dionisi. Dionisi ishte në Sirakus, është në Sicilinë e sotme. Ishte shumë tiran Dionisi, ishte shumë i pasur, shumë i frikshëm në fakt si person, dhe Demokleu e lajkatonte vazhdimisht mbretin, duke thënë se sa me fat dhe se sa i bekuar ishte që kishte kaq shumë pasuri dhe pushtet. Kështu, çfarë ndodhi? Dionisi i ofroi të ndronte vendet me Demokleun për një ditë, duke e lënë të përjetonte se si është të jesh mbret. Pra, ky person në oborin e Dionisit e shikonte mbretin me një lakmi. Wow, ti pas ke të gjitha këto. Edhe çfarë i thot mbreti? Hajde, ulu, provoje në oborin tim. Dhe je për një moment të jetë gjithçka që ky ishte në të vërtet. Ja shtron me çdo gjë oborin dhe ky po kënaqet. Dhe kjo kënaqësi në fakt shuhet në momentin që Demokleu ngre kokën sipër dhe sheh një shpatë gjigande të varur tek fija e bishtit të një kali. Domethënë e kishte marrë bishtin, një fije bishti kalit dhe kishte varur shpatën, një shpatë shumë të madhe e të rëndë, pikërisht mbi kokën e Demokleut. Papritur gjithë kënaqësia dhe reatia nuk kishin asnjë vlerë më për të, sepse në çdo moment shpata mund t'i binte. Në fakt shumë njerëz jetojnë si Demokleu duke mos parë asnjëherë lart. Fokusohemi tek ajo që shohim vërdall, kënaqemi, mërzitemi, por ja hedhim edhe ditës së sotme. Por harrojmë në fakt tek Hebrejnë kapitulli 10 vargu 27 thotë një pritje e frikshme gjygji dhe një furi zjarri që është gati për të përpirë kundërshtarët. Nuk mbetet gjë tjetër veçse njeriu të pres zemërimin e zjarrt Perëndis, njësoj si shpata e Demokleut. Një mëkatar që ha dhe pi dhe bën qef sikur të ishte në banketin e Demokleut, me një shpatë të varur mbi kokë, të varur nga një fije që në çdo moment mund të këputet, ka një mallkim mbi emrin e mëkatarit. Shumica e njerëzve janë kaq naiv sa kur nuk e ngrenë kokën lart përtej realitetit të tyre që të shohin
pak më mirë. Realiteti, kënaqësia, preokupimi, puna, familja, jeta, të gjitha këto gjëra ja marrin gjithë këndvështrimin. Edhe çdo ditë kalon dhe ti vazhdon prekupohesh me gjëra të ndryshme dhe harron të ngresh kokën lart. Por mos haro, shumë shpejt ajo shpatë do të këputet. Ka një mallkim mbi shpirtin e mëkatarit, mbi pasurinë, mbi vendin, mbi shtëpinë. Dhe çdo gjë është e ëmbël në jetë shndrohet në hidhërim kur kuptojmë se jemi të vendosur në mënyrë të pashmangshme për të takuar me një perëndi gjykimi. Kjo është e tmerrshme, nuk e di nëse arrim do ta kuptojmë. Në momentin që Demokleu ngriti syt, ju venit çdo pasuri që pa dhe kishte rreth vetes. Sepse ajo shpat, jo vetëm që rinte mbi të, po e shqetësoi shpirtin dhe ndërgjegjen e tij. Dhe të pakët janë ata njerëz që hedhin syt përtej asaj që shohin në realitet për të parë ditën kur do të takojnë Perëndin. Bibla thot një gjë shumë serioze. Njeriu do të jetë përgjithmonë në ferr. Kur njerëzit vdesin, pasin sëmundje shumë të gjatë, çfarë thonë? Shpëtoi. A shpëtoi vallë? Zbulesa, libri i fundit i Biblës, kapitulli 20 vargu 14 thot dhe quan ferrin vdekja e dytë. Fjala e Zotit e quan ferrin liçenin e zjarrt, gjykim pa mëshirë, dhimbje pa dëmshuri, është një ndëshkim humbjeje. Tani aty qëndron çdo njeri që nuk u pendua dhe nuk besoi në Krishtin. Hap fotografit e të shkuarës të miliona njerëzve mund të shofësh në internet që nuk janë më. Këtu në tokë qëndron ende çdo individ i lindur në botë, por aty qëndron çdo individ që kurrë nuk njohu Krishtin. Njeriu nuk ka brenda vetes asnjë burim për ta ndryshuar këtë gjë. Nuk ka asgjë që ai mund të bëjë me anë të forcës së tij, me anë të fesë, me anë të gjithçkaje tjetër për të ndryshuar atë realitet të pashmangshëm. Ai nuk mund të bëjë asgjë për të ndalur shpatën që ndodhet mbi të dhe nga çasti në çast mund ta çojë në destinacionin nga i cili ai nuk mund të kthehet kurrë më. Derisa ta marrësh seriozisht një gjë të tillë, kjo do të jetë një prallë e së shkuarës. Tani kthehemi pak te pasazhi që pam. Nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Dhe lajmi i mirë që dëgjojmë është i mrekullueshëm. Në mes të errësirës së mëkatit, në mes të pashmangshmërisë së gjykimit, kjo është një fjalë ngushëlluese. Ky është një premtim nga Perëndia që mbus zemrën me shpresë. Nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Tani në errësirën e gjithë përshkrimit që pam pak më parë, na del një dritë shpresë që për shpirtin që vërtet është i trembur dhe i friksuar nga shpata, që është varur tek një fije dhe mbahet, kërkon shpresën. Dhe çdo mendje që mendon dhe çdo shpirt që shpreson duhet të vrapojë me padurim për ta marrë, për ta rrokur, për ta zotëruar një realitet të tillë. Nuk ka asnjë dënim. Ky është një realitet me të cilin pali e fillon këtë kapitull. Ky është një lajm i mrekullueshëm se Bibla është një libër shumë dënues. Njerëzit mendojnë sikur Bibla është një libër që na bën temena. Fjala e Perëndis nuk na bën temena. Fjala e Zotit hapet që prej fillimit. Çfarë bëri Zoti me Adamin dhe Evën kur ata rebeluan kundër Perëndis? I dëboi nga kopshi i Edenit. Ne vazhdojmë të endemi jashtë kopshit të Edenit, duke dëmtuar jo vetëm njëri tjetrin, por gjithë atmosfera jon është tashmë në dënimin e Perëndis. Mos harroni që nuk është serioz, nuk është një gjë e lehtë, por shumë serioze kjo pjesë. Çfarë bëri Zoti në kohën e Noeut? Kur Bibla thotë që çdo mendim i zemrës së njeriu nuk ishte vetëse e keqja dhe kjo në çdo kohë. Çfarë bëri Perëndia? I tha vetëm një personi, Noeut, për të ndërtuar një ark, sepse Zoti ishte përgatitur për të shkatruar gjithë njerëzimin. Dhe Bibla përdor një fjalë shumë të fortë aty. Zoti u pendua që kishte bërë krijuar njeriu. Wow! Edhe Zoti thot Noeu që ai kishte vendosur të jepte fund çdo jete njerëzore. Vetëm 8 persona shpëtuan. Noeu, bashkëshortja e tij, edhe çunat, djemtë e tij bashkëmenuesit e tyre. Interesante është që vazhdoi gjithë jetën e tij Noeu për të bërë thirrje njerëzve për të penduar, për të hyrë në atë ark. Dhe di çfarë thanë?
e këtë kotë. Interesante është që kur Noe u ndërtoi arkën nuk ishte as ujë përreth tij, nuk ishte as liçen përreth tij, dhe po ndërtonte një anije, dhe njerëzit vetë së talljes nuk kishin asnjë gjë tjetër, sepse nuk shifnin dot për tej. Dhe çdo mendje që mendon dhe çdo shpirt që vërtet shpreson me padurim për të marrë dhe rokurin zotërim të tillë do të vrapojë. Fjala e Perëndisë është e mbushur me kërcënime për mëkatarin, dhe ne jemi në një gjendje të tillë. Fjala e Perëndisë na tregon që dënon pa mëshirë dhe pa dëmshuri të gjithë ata që nuk e njohin Perëndin, dhe Perëndia nuk është lodër. Të gjithë ata që nuk i binden Perëndisë, të gjithë ata që nuk e duan birin, Krishtin, do të shohin zemërimin e Perëndisë, thot Bibla. Realiteti i situatës së njeriu është se ai është në dënim dhe se dënimi i tij është i drejtë. Mos mendoni se dënimi i njeriu nuk është i drejtë. Dënimi i njeriu është i drejtë. Madje dhe ligji i Perëndisë nuk mund ta ndryshojë këtë gjë. Ligji i Perëndisë është i shenjtë, është i drejtë dhe i mirë, na thuhet te kapitulli 7, por vetë ligji nuk të shpëton, ligji të dënon. Ligji i Perëndisë thotë mos gënje. Jam i sigurt se cili prej nesh të paktën do ishte shumë e ulët, po të paktën një herë në jetën e vet ka gënjur. Nëse ligji të gjen gënjeshtar, je mëkatar. Njeriu është universalisht dhe tërësisht i shturur, na thot tek Romakët 3:9, madje deri tek 18. Por edhe pse ligji i Perëndisë është i shenjtë dhe i drejtë, ligji nuk mund të ndryshojë dënimin e njeriu, përveç se ta shtojë dënimin e njeriu. Ligji nuk mund të ndryshonte faktin se njeriu ishte i mallkuar, i dënuar, dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë. Në fakt e tërë çfarë është ligji, ishte t'i tregonte njeriu se sa i drejtë është dënimi i tij. Shumë interesante është vetëm ligji e intensifikon dënimin, dhe njerëzit përpiqen ta mbajnë dhe nuk kanë për ta mbajtur dot kurrë. Edhe ardhja madje, dëgjojeni pak mirë këtë gjë. Edhe vetë ardhja e Zotit Jezus në botë nuk mund ta ndryshonte atë dënim. Kjo është e vërtetë. Si? Po, edhe kur Jezusi erdhi në botë, vetëm ardhja e tij nuk mund ta ndryshonte dënimin e njeriu. Gjoni 3:19 thotë, tani ky është gjykimi që drita ka ardhur në botë dhe njerëzit deshën më tepër errësirën se sa dritën. Kur Jezusi erdhi në botë si drita e Perëndisë, ai nuk ishte në gjendje me ardhjen e tij në botë të nxirrte njerëzit nga një gjendje dënuar. E tërë çfarë bëri ishte t'i bënte ata ta donin dhe të zhyteshin më thellë në dënimin e tyre. Njerëzit do dënohen. Perëndia e dërgoi Jezusin në botë jo për të dënuar botën, por për të shpëtuar botën, dhe ai siguroi në Krishtin një rrugë shpëtimi. Tani dëgjojeni pak, rruga e shpëtimit ishte në vdekjen e Krishtit, nuk ishte thjesht në jetën e Krishtit. Kjo rrugë shpëtimi nuk ishte thjesht në mësimet e Krishtit, nuk ishte thjesht në jetën e mirë që ai bëri. Ishte vdekja e Krishtit që bëri shlyerjen e dënimit për ata që janë në Krishtin Jezus. Nuk ka asnjë dënim, dhe vini re, fjala dënim në greqishtën e vjetër nga ka dalë është katakrima. Është fjalë e veçantë që nuk përqendrohet më shumë te dënimi, te vendimi, por përqendrohet te pagesa, përqendrohet te ndërshkimi. Nuk është dënim si një gjykat kur një gjyqtar thotë se ti je i dënuar me këtë dënim, është vuajtja. Nuk ka asnjë vuajtje që do të vazhdojë për ata që janë në Krishtin Jezus. Nuk ka më pasojë të dënimit. Përqendrohet te skllavëria penale, te burgimi, te ekzekutimi, jo shumë tek vendimi. Ajo që po thotë shkrimi këtu është se nuk ka gjob për t'u paguar, nuk ka skllavëri penale për t'u mbajtur, nuk ka ekzekutim për t'u kryer, nuk ka burg për t'u futur, sepse gjoba e besimtarit është paguar tashmë. Kur thotë asnjë dënim, është një mohim tërësisht dhe i fortë. Audone do thotë në greqishtën e vjetër, jo dhe jo, asnjë grim, asnjë nuancë e vogël dënimi. Është dënimi në kuptimin e pagesës aktuales, gjobës, burgut, skllavërisë, ekzekutimit, që nuk është më i vlefshëm për shkak të Krishtit. Dhe kjo është zemra dhe shpirti i Ungjillit. Mesazhi më i mrekullueshëm që ka i krishteri është mesazhi për mëkatarin. Ti je i dënuar, por në Krishtin nuk ka asnjë grim dënimi, sepse je i falur dhe i liruar nga çdo detyrim për të paguar. Je i lirë nga skllavëria, je i lirë nga çdo skllavëri, je i lirë nga çdo nevojë për të paguar dhe çdo gjë që ke bërë gabim në jetën tënde është e falur. Tek Hebrejt, kapitulli 10 vargu 14, në fakt na thot, sepse me një ofertë vetme ai ka përsosur gjithmonë ata që shenjtërohen. Me një ofertë vetme, çfarë bëri?
jo mund, por i ka përsosur përgjithmonë ata që po shenjtrojnë. Vepra e Krishtit ishte aq e plotë sa i na përsosi përgjithmonë. Të thuar se do të ketë dënim për besimtarin, do thotë të godasësh përsosmërinë e sakrificës së Krishtit. Kolosianët 1:12 thotë ju bëri të përshtatshëm për të qenë pjesëmarrës së trashëgimisë së shenjtorëve në dritë. Pra na bëri të përshtatshëm. Për çfarë? Për të qenë pjesëtar, për të marrë pjesë në trashëgiminë e atyre që janë shenjtëruar. Ai na përshtati në përjetësi, në aktin e shpëtimit dhe u bëm të përshtatshëm për gjithmonë për të banuar me Perëndin. O çfarë e vërtetë e madhe kur syt hapen për ta parë. Po a mëkaton një besimtar? Po, besimtari mund të mëkatojë. Në fakt dy pasazhe nga shumë pasazhe na thotë fjala e Perëndisë për të thonë, për shembull, te letra e parë e Gjonit, kapitulli i parë vargu 9, po ti rrëfejmë mëkatet tona, ai ka fjalën Krishti, është besnik dhe i drejtë për të na falur mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. Te 1 Gjoni, kapitulli 2, vargu i parë thotë fëmijët e mi, thotë Gjoni, po ju shkruaj që të mos mëkatoni, por nëse dikush mëkaton, nëse ndodh që mëkaton, ne kemi një avokat tek Ati, Jezu Krishtin të drejtin dhe ai është mbulesa për mëkatet tona. Kur ti bëhesh besimtar, nuk është një derë për ta hecur në mëkat çfarë të duash ti, por është një derë për të ecur drejt shenjtërimit. Dhe do ndodh që do biesh. Nuk është synimi i zemrës tënde, por mund të ndodh që do biesh. Atëherë vrapo te Krishti. Ky koncept në vargu 1 është çelësi të gjithë kapitullit. Asnjë dënim. Nëse Perëndia e gjykata më e lartë në univers thotë se jeni të drejtë, cila gjykatë do të shpall fajtor? Vargu 34 thotë kush është ai që dënon? Po te ky kapitull, Krishti Jezus është ai që vdiq, por për më tepër ai u ngjall dhe i cili është në të djathtë të Perëndisë dhe ndërhyn për ne. Nëse Perëndia nuk do të na dënojë dhe Krishti nuk do të na dënojë, atëherë kush mund të na dënojë? Nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Tani le të bëjmë një kujtesë të pak kapitulleve që kemi parë. Kapitulli 5, cili ishte rezultati? Ishte shfaqësimi. Kur ti shfaqësohesh me Perëndin dhe çfarë merr? Merr paqe me Perëndin. Nuk je në gjak me Zotin, je në paqe me Zotin. Kapitulli 6 na tregon rezultatin e dytë, kush ishte bashkimi me Krishtin. Pra pasi paqtohesh me Krishtin, ti bashkohesh me Krishtin. Te kapitulli 7, çfarë na tregon? Që je i lirë nga mëkat. Dhe kapitulli 8 fillon përsëri me këtë fjali, duke thënë nuk ka asnjë dënim. Por cila është arsyeja që nuk ka asnjë dënim? Si rrjedhimi kujt, çfarë, i gjithë tyre kapitujve që kemi parë deri tani. Kjo na tregon se jemi drejtësuar, se jemi shpëtuar, jemi shpenguar me anë të besimit në Krishtin. Kur ti beson në Krishtin, ti shpengohesh. Cilët janë ata që nuk dënohen? Vargu 1 thot, nuk ka dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Jo për të gjithë, por nuk ka dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Ai përdor, dëgjoni pak, po të shikosh te kapitulli 7, pali shpesh aty thot fjalën unë, kurse tani thot ata, për ata që janë në Krishtin. Ai përdori fjalën unë në kapitullin 7 sepse po përpiqet të thoshte se një krishter nuk është i përjashtuar nga të mosbërit të mëkatit. Dhe për të ndihmuar në përforcimin e pikës se asnjë krishter nuk është i përjashtuar nga vetë mëkati, ai e bëri veten si ilustrim, jo dikë tjetër. Por tani në kapitullin 8, ai na tregon ata shumës, sepse dëshiron të siguroj edhe shenjtorin më të zakonshëm, se ai gjithashtu së bashku me shenjtorin më të madh është i sigurt në Krishtin. Më të shenjtët përulen në konfliktin me mëkatin te kapitulli 7 dhe më të zakonshmit lartësohen në çlirimin nga dënimi në kapitullin 8 dhe ka një siguri të mrekullueshme për të gjithë ata që janë në Krishtin Jezus. Por çelësi gjithçkaje është në Krishtin Jezus. Duhet jesh në Krishtin ose do të gjykohesh, do të dënohesh. Kur erdhët te Krishti, u vendosët në Krishtin, ju vdiqet me Krishtin, u ringjallet me Krishtin dhe jeni me Krishtin. Do të thotë që ekziston një bashkim jetësor në të cilin mëkati juaj vendoset mbi të dhe drejtësia e tij vendoset mbi ju. Është një intimitet me Krishtin. Asnjë fe në botë nuk e identifikon veten në atë mënyrë. Ti nuk mund të thuash për një besim tjetër, unë jam në filanin, unë jam në Budën. Jo, unë jam në Krishtin. Vetëm ata që janë në Krishtin, thot fjala e Perëndisë.
Ka 3 mënyra se si jemi në Krishtin. Le të shohim pak të parën. Ilustrimin me anë të arkës së Noeut. Unë ja u tregova pak më parë shembullin nga Zanafilla, nga kapitulli i fillimit, kur Zoti i kërkoi Noeut për të ndërtuar një ark, dhe fjala e Perëndisë na tregon që ne bashkohemi me Krishtin. Krishti është arka jonë për të shpëtuar zemërimit. Nuk ka mënyrë tjetër për të shpëtuar zemërimit përveç se të futesh në ark në kohën e Noeut. Nuk ka mënyrë tjetër për të shpëtuar ferrit përveç se të jesh në Krishtin. Cila është mënyra e parë? Ti bashkohesh me Krishtin në formë shpirtërore. Çdo të thotë kjo? Tek 1 Korintasit kapitulli 15 vargu 22 thotë sepse sikurse në Adamin të gjithë vdesin, pra për shkak se jemi në Adamit të gjithë vdesin, kështu edhe në Krishtin të gjithë do të vinë në jetë. Ekziston një lloj solidariteti shpirtëror. Ne jemi në Krishtin, në një solidaritet shpirtëror, në një bashkim shpirtëror me Krishtin. Wow! Mënyra e dytë, ne jemi në Krishtin në mënyrë jetësore. Ju jeni trupi i Krishtit, sepse ne jemi për Perëndin, vini re si thot fjala e Perëndisë. Era e mirë, aroma e Krishtit për ata që shpëtohen dhe ndërta që u mbasin. Për këta një aromë vdekjeje në vdekje, për ata aromë jete në jete. Jeta e tij pulson përmes besimtarit dhe na bën të jetojmë për Perëndin. Kur ti beson në Krishtin, ti bëhesh aroma e Krishtit. Për ata që u mbasin, që do të shkojnë në ferr, është një aromë vdekje, kotësie. Për ata që shpëtohen, është një aromë jete. Dhe mënyra e tretë, ne jemi në Krishtin në mënyrë racionale, ekziston një ndjenjë bashkimi, shoqërie, intimiteti, ekziston një lidhje miqësie atje. Te Galatasit kapitulli 2 vargu 20 thotë, unë jam bashkë kryqëzuar me Krishtin. Vini re fjalët, unë jam bashkë kryqëzuar me Krishtin dhe nuk jetoj më unë, por jeton Krishti në mua, dhe atë jetë që jetoj në mishe, jetoj në besimin në Birin e Perëndisë, në atë që më deshi dhe dorëzoi veten për mua. Martin Luther ka thënë një shprehje shumë të bukur dhe kam shumë dëshirë sikur ta kapnin pakas. Thotë kështu: dëgjojeni mirë. Është e pamundur për një njeri të jetë i krishterë pa pasur Krishtin. Dhe nëse ai ka Krishtin, ai ka në të njëjtën kohë gjithçka që është në Krishtin. Ajo që jep paqen ndër gjegjes është se me anë të besimit mëkatet tona nuk janë më tonat, por të Krishtit, mbi të cilin Perëndia i ka vënë të gjitha. Krishti u bë magneti dhe vazhdon ta thotë Martin Lutheri. Edhe nga ana tjetër, e gjithë drejtësia e Krishtit është e jona, të cilët Perëndia i ka dhënë. Krishti vë dorën e tij mbi ne dhe ne shërohemi. Ai hedh mantelin e tij mbi ne dhe ne vishemi, sepse ai është shpëtimtari i lavdishëm, i bekuar për gjithmonë. Në dhjetën e vjetër kishim kryepriftin. Kryeprifti ishte ndërmjetësi që përfaqësonte gjithë popullin e Izraelit teksa shkonte tek Perëndia. Kryeprifti hynte vetëm një herë në vit përpara Perëndisë shenjtore së shenjtoreve në tempull që quhej. Kur kryeprifti hynte në shenjtoren e shenjtorëve dhe qëndronte para Perëndisë, ai sillte me vete në gjok simbolin e të gjithë popullit të Izraelit. Ato gur të çmuar që shihni aty ishin përfaqësimi i 12 fisëve të Izraelit. Pra kur u përball me Perëndin, ai u përball me Perëndin duke përqafuar në zemër popullin e Perëndisë. Kjo është një simbolik shumë e pasur që shumë kohë më vonë do të shfaqej po në Krishtin. Përsëri Martin Lutheri thotë kështu: besimi, po thot ai, bashkon njeriu me Krishtin si nusja me burrin. Çdo gjë që Krishti ka bëhet pronë e njeriu besimtar. Çdo gjë që ka njeriu bëhet pronë e Krishtit. Krishti zotëron të gjitha bekimet dhe jetën e përjetshme. Ato janë tashmë pronë atij personi që besovi. Njeriu ka të gjithë paudhësinë dhe mëkatet. Ato bëhen përsëri pronë e Krishtit. Atëherë fillon një shkëmbim i bekuar. Krishti, i cili është edhe Perëndi dhe njeri. Krishti që nuk ka mëkatuar kurrë dhe shenjtëria e të cilit është e përsosur. Krishti i plot fuqishëm, i përjetshëm, duke marrë për vete me anë të unazës së tij martësore, me anë të besimit, të gjitha mëkatet e besimtarit. Ato mëkate humbasin dhe shfuqizohen atë, sepse asnjë mëkat nuk banon para drejtësisë së tij të pafundme. Dhe përfundon duke thënë Martin Lutheri, dhe kështu me anë të besimit, shpirti i besimtarit çlirohet nga mëkatet dhe vishet me drejtsinë e përjetshme të dhëndrit Krishtit. Në dhjetën e vjetër përpara ardhjes së Krishtit,
Zoti bëri një simbolik të therrjes së kafshëve për të simbolizuar marrjen e mëkatit, për të treguar që pa derdhur gjak nuk ka falje mëkatesh. Dhe kjo simbolik do të bëjë realitet, ishte hija, imazhi i asaj që do të vinte në Krishtin. Krishti u bë qengji i Perëndis në mënyrë që asnjë dënim të mos kenë ata që besojnë në Krishtin. Fakti që nuk kemi dënim nuk lidhet me ndonjë lloj përsosmërie që mund ta kesh ti. Nuk lidhet me ndonjë lloj zhdukjeje të mëkatit. Është se ne luftojmë me anë të një jete të re në mes të një njerëzimi të vjetër dhe e shohim mëkatin si mëkat dhe sado i urryer që është, ne prap jemi ata që nuk janë në dënim. Sepse do të vini re përsëri tek vargu 1, nuk ka dënim, jo për ata që janë të përsosur, jo për ata që nuk do të mëkatojnë kurrë, por për ata që janë në Krishtin Jezus. Dhe ky është çelësi. Në gjendjen tonë natyrore ne të gjithë jemi në mallkimin, në zemërimin e Perëndis, por Krishti erdhi në botë dhe u bë mallkim për ne. Ai na shpengoi. Ashtu siç thotë dhe Galatasit, u bë mallkim për ne. 2 Korintasit 5:21 thotë, ai që nuk njihte mëkat, u bë mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Dhe ne prapë mëkatojmë. Në fakt nëse themi se nuk e bëjmë çfarë Perëndin gënjeshtar. Ne ende do të mëkatojmë. Kështu na thotë tek letra e parë e Gjonit e 1:8 apo tek vargu 10. Por mos harroni, edhe kur mëkatojmë, kemi Jezu Krishtin avokatin, që është mbulesa për mëkatin ton. Kjo nuk do të thotë që besimi është derë për të ecur drejt mëkatit, por është derë për të ecur drejt shenjtërisë. Një himn i vjetër i krishterë thotë kështu: nuk kam frikë nga asnjë dënim tani, gjithçka në Krishtin Jezus tani është e imja, e gjallë në të është koka ime, e gjallë e veshur me drejtësi hyjnore, i afrohem me guxim fronit të sovranit tim dhe e njoh jetën e Krishtit në timen. Në Krishtin nuk jemi vetëm besimtarë që besojmë në dikë, ne jemi në atë person në kuptimin më të plot të formës. Shpengimi është në Jezu Krishtin, dashuria e Perëndis është në Krishtin, ne jemi shenjtëruar në Krishtin, liria është në Krishtin, ne jemi në vendet qiellore në Krishtin, ne jemi vepra e Tij, e krijuar për të bërë vepra të mira. Qëllimi i përjetshëm i Perëndis është në Krishtin Jezus, thirrja e lartë e Perëndis është në Krishtin Jezus, pasuria e lavdisë së trashëgimisë sonë është në Krishtin Jezus, i cili të veshi me drejtsinë e Tij në momentin që ti besove. Por cila është diferenca midis dënimit dhe korrigjimit? A do thotë që Zoti tani nuk do të korrigjojë më besimtarin? Absolutisht jo. Dhe dëgjoj mirë, ka korrigjim për besimtarin. Dhe Bibla na thotë që kur gjykohemi nga Zoti, korrigjohemi me qëllim që të mos dënohemi bashkë me botën. Tek Hebrejnë thotë kështu: biri im, mos e merr lehtë korrigjimin e Zotit. I flet besimtarit. Biri im, mos e merr lehtë korrigjimin e Zotit, dhe as mos e molis kur qortohesh nga ai. Mos u trishto, sepse atë që Zoti e do, e korrigjon dhe fshikullon çdo bir të cilin ai e pranon. Perëndia po ju trajton si bi, sepse kush është ai bir të cilin nuk e korrigjoni ati. Dhe kjo është shkruar 2000 vjet më parë dhe në çdo kohë do të ketë atë që do të korrigjojë të birin. Pse? Sepse do më të mirën për të birin e vet. Edhe kështu Perëndia korrigjon të tijët. Kur themi se nuk ka dënim, sepse jemi në Krishtin, nuk do thotë që mungesa e dënimit, do thotë mungesë korrigjimi. Nuk do thotë se nuk ka ligj mbjellje dhe korrjesh, të mbjellësh do të korrësh. Nëse jeni në Krishtin Jezus, nuk do të përjetosh kurrë gjykimin nga Perëndia, gjykimin përfundimtar. Korrigjimin për të pasur patjetër që do të kesh. Patjetër do të ketë pasoja për sjelljen tënde. Po do të ketë një proces formësimi, sprova, mundime, do të luftosh me mëkatin në jetën tënde dhe ndonjëherë do të mundesh. Por kurrë nuk do të duhet të paguash dënimin për mëkatin tënd. Dhe pyetja e fundit lind: si të futemi në Krishtin? Si të futem në këtë arkën e Perëndis? Do lexoj vetëm 3 pasazhe nga Bibla. Bibla thotë kështu për personin që dëshiron të futet tek Perëndia: po të rrëfesh ti që dëshiron, po të rrëfesh me gojen tënde Jezusin si Zot, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurve, do të, jo mund, por do të shpëtohesh. Po të rrëfesh, ta pranosh me gojë, ta besosh në zemrën tënde,
që Krishti ishte ai që Perëndia solli për mëkatin tënd, do të shpëtohesh. Te vepra thot, pendohuni pra dhe ktheuni që mëkatet tuaja të fshihen, me qëllim që të vinë kohëra freskie nga prania e Zotit. Te Gjoni 1:12, por të gjithë atyre që pranuan, ai u dha të drejtën për të bërë fëmijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e Tij. Sot pa vetëm varguni, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Nëse je në Krishtin, nuk ka asnjë dënim. Wow, çfarë lajmi mrekullueshëm. Pse? Sepse Krishti mori dënimin. Ekziston sot një mendësi në botë që ditën e gjykimit Zoti do të bëjë një sy qorë dhe një vesh shurdh. Ekziston një mendësi sikur do të ketë një peshore dhe Zoti me zi po pret të shoh nga cila anë do të jesh ti. Të gjitha këto janë mashtrime, sepse fjala e Perëndisë e bën të qartë çdo njeri është mëkatar përpara Perëndisë. Dhe është vetëm Krishti ai që mund të marrë, vetëm Krishti është ai që mund të marrë fajin tënd. Për ata që janë besimtarë, për ata që kanë rrëfyer Krishtin me gojë dhe kanë besuar në Krishtin, nuk ka asnjë dënim, por nuk do të thotë që nuk ka korrigjim. Do të kesh korrigjim nga Perëndia, por është Ati që korrigjon birin. Dhe çfarë ngrohtësie i jep zemrës. Dhe për ata që janë besimtarë mezi presin ditën kur do të shohin ballë për ballë Krishtin dhe do të dëgjojnë prej gojës së Tij, mirë se vjen shërbëtor i mirë dhe besnik. Le të lutemi. O Zot, Ti je Perëndia që krijove qiellin dhe tokën. Ti je Perëndia që na krijove në imazhin tënd. E vetmja qenie që u krijuan në imazhin tënd, që mbart imazhin tënd. Por ne në kokfortësinë, në egoizmin ton, braktisëm praninë tënde dhe u endëm jashtë Edenit, duke kërkuar të bëheshim si Zoti, duke kërkuar për më të mirën se ajo që kishe Ti, por vetë se përjetuam thellësinë, trishtimin, vuajtjen, dhimbjen e mëkatit në shpirt dhe në trupat tanë, në atmosferat tona dhe në ambientet tona. Zot, faleminderit që nuk na le në këtë udhëtimin ton, por Ti hyre në historinë njerëzore, hyre si njeri, erdhe si njeri, u veshe me njeriun, jetove mes njerëzve, u kryqëzove madje nga duart e atyre që vetë krijove, për të marrë shpëtimin, për të dhuruar shpëtimin kësaj qenie kaq të brisht që mbarte imazhin tënd. Na mëso Zot që do të vlerësojmë këtë pamje. Dhe Zot, Ti na krijove për të qenë në përjetësi. Dhe të falenderojmë që në Krishtin nuk ka asnjë dënim. Dhe na mëso Zot që do të nderojmë emrin e Krishtit, do të jemi aroma e Krishtit. Na mëso Zot që këtë jetë që ta jetojmë, këto ditë që na kanë mbetur, do të mund të jetojmë duke dashur dhe duke njohur Krishtin, sepse gjithçka e Krishtit është e jona, dhe gjithçka tona u bë e Tij. Në emrin e Të Cilit ne lutemi. Amen. Perëndia të bekoft, të mbusht me dëshirë për të njohur fjalën e çmuar të Tij, edhe shpenzoje ditë të jetës tënde duke njohur shkrimin, duke dashur shkrimin, duke jetuar shkrimin, sepse çdo gjë tjetër është kalimtare. Zoti na bekojë dhe pashi një drekë të mirë.